Komisionere për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, gjatë vizitës së saj në Prishtinë, i ka bërë thirrje faktorit politik në Kosovë të gjejnë një mënyrë për të rikthyer stabilitetin institucional dhe të formojnë institucione të qëndrueshme në mënyrë që vendi të ecë përpara drejt bllokut evropian. Kos, para takimit me kryeministrin në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, tha se viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës në raport me avancimin drejt Bashkimit Evropian, duke shtuar se Kosova ka rol të rëndësishëm edhe në aspektin e sigurisë në Europë. Thirrja ime shumë e qartë në këtë udhtim është gjithashtu të kërkoj të gjithë aktorëve politik këtu që të gjejnë një mënyrë për të rikthyer stabilitetin në administratën publike në Kosovë. Do të ishte mirë që të keni funksionim stabil institucional dhe siç e shihni në Bruksel, viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës nëse do ta bëni këtë edhe një herë. Dhe i kam premtuar zotrit Kurti që sapo t'i keni të gjitha institucionet pas zgjedhjeve do të kthehem dhe atëherë do të diskutojmë shumë tema të rëndësishme për Kosovën, por edhe të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Ndërkaq, Kurti ka kërkuar që Bashkimi Evropian të avancojë Kosovën në procesin e integrimit dhe të lëvizë drejt dhënies së statusit kandidat dhe hapjes së negociatave, duke thënë se Kosova nuk po kërkon rrugë të shkurta, por vetëm proces meritor. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrir i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultoj me avancimin e merituar të Kosovës. Mbështetja publike për Bashkimin Evropian, për antarësimin në BE, qëndron vazhdimisht rreth 90% në vendin tonë dhe është ndër më të lartat nga të gjitha vendet kandidate. Jemi të vetëdijshëm për sfidat që ekzistojnë, por kërkohet unitet në angazhim. Gjetja unitetit brenda Bashkimit Evropian për të marrë vendime karshi Kosovës është detyrë e përbashkët. Kurti shtoi se Kosovës i duhet të njohej nga Bashkimi Evropian për progresin e arritur në demokraci, ekonomi dhe sundim të ligjit.